zyra ka përgatitur rekomandimin për 17 organizata vëzhguese, të cilat këto organizata do të plotësojnë kriteret ligjore të siç janë përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregulloren zgjedhore përkatëse. Po i rekomandoj një nga një. E para është institucioni i Avokatit të Popullit, i cili ka paraqitur kërkesë për akreditimin së organizatë vëzhguese dhe vëzhguesit individual të saj rreth gjithsej 66 vëzhgues. Zyra e rekomandon KQZ-s që të akreditoj institucionin e Avokatit të Popullit si organizatë vëzhguese dhe 66 vëzhguesit e saj. Atëherë, nëse s'ka ndonjë koment, e hedh në votim kush është për? Dhe miratohet me 11 vota për. Në kuadër të organizatave vëzhguese të llojit përfaqësi diplomatike në Republikën e Kosovës janë gjithsej 2. E para është ambasada britaneze në Prishtinë, e cila ka aplikuar për akreditim me 7 vëzhgues. Po ashtu ka aplikuar për vëzhgim edhe ambasada e Japonisë në Kosovë me 3 vëzhgues. Zyra rekomandon KQZ-s që të akreditojë si organizatë vëzhguese ambasadën japoneze dhe 3 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka koment, kush është për? 11 vota për, akreditohet. Në kuadër të llojit organizata jo qeveritare janë si në vijim, organizata jo qeveritare Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Holumtuese Birn Kosova ka aplikuar gjithsej me 46 vëzhgues, dhe zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë këtë Birn Kosova me si organizatë vëzhguese dhe 46 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka koment, kush është për? Akreditohen. E radhës është organizata e qeveritare vendore Internews Kosova, e cila ka aplikuar me 22 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë Internews Kosova si organizatë vëzhguese dhe 22 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka ndonjë koment, kush është për? 11 vota për, akreditohen. Organizata jo qeveritare vendore Difordi po ashtu ka aplikuar për vëzhgim në zgjedhje me 7 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë si organizatë vëzhguese Difordin dhe 7 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka koment, kush është për? 11 vota për, akreditohen. Në lidhur me llojin media ndërkombëtare, zyra ka pranuar kërkesën nga Deutsche Welle Albanian Section, e cila ka paraqitur kërkesë për akreditim me 1 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë organizatën vëzhguese Deutsche Welle Albanian Section dhe me 1 vëzhgues të saj. Atëherë kush është për? 11 vota për, akreditohen. Po ashtu e radhës është Radio Evropa e Lirë, e cila ka aplikuar për akreditim me 7 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë si organizatë vëzhguese Radio Evropa e Lirë me 7 vëzhguesit e saj. Kush është për? Akreditohen. E radhës është European Press Photo, e cila ka aplikuar me 1 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë këtë organizatë si organizatë vëzhguese me 1 vëzhgues. Atëherë kush është për? 11 vota për, akreditohet. E radhës është Union of Albania Journalists, e cila ka aplikuar me 1 vëzhgues. Zyra rekomandon akreditimin si organizatë vëzhguese me 1 vëzhgues. Kush është për? 11 vota për, akreditohet. Të radhës janë mediat vendore. RTV Dugagjini ka aplikuar si organizatë vëzhguese me 48 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë RTV Dugagjinin si organizatë vëzhguese dhe 48 vëzhguesit e saj. Atëherë kush është për? 11 vota për, akreditohet. E radhës është Radio Televizioni 21, e cila ka paraqitur kërkesë për të akredituar si organizatë vëzhguese me 27 vëzhgues. Zyra rekomandon KQZ-s që të akreditojë si organizatë vëzhguese Radio Televizioni 21 me 27 vëzhgues. Atëherë kush është për? Akreditohen. E radhës është Gazeta Nacionale, e cila ka paraqitur kërkesë për të akredituar si vëzhgues me 10 vëzhgues. Zyra rekomandon KQZ-s që të akreditojë Gazetën Nacionale si organizatë vëzhguese dhe 27 vëzhguesit e saj. Kush është për? 11 vota për, akreditohen. E radhës është portali Suarika Online, e cila ka aplikuar për të akredituar si organizatë vëzhguese me 4 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë Suarika Online si organizatë vëzhguese dhe 4 vëzhguesit e saj. Kush është për? Atëherë 11 vota për, akreditohen. E radhës është telegrafi.com, e cila ka aplikuar si vëzhgues me 9 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditojë si organizatë vëzhguese telegrafi.com dhe 9 vëzhguesit e saj.
Kush o për? Jemi të vota për, akreditohen. E radhës është RTV Plus, e cila ka aplikuar me 7 vëzhgues. Puls, për kaj falje. Me 7 vëzhgues, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj organizatën vëzhguese RTV Puls dhe 7 vëzhguesit e saj. Kush është për? Jemi të vota për, akreditohen. E fundit është Vim Info, e cila ka paraqitën kërkesën për akreditim me 17 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s të akreditojë organizatën vëzhguese Vim Info me 17 vëzhguesit e saj. Atë kush është për? Jemi të vota për, akreditohen. Pra, në grupin e parë bëjnë pjesë 17 organizata vëzhguese. Prej tyne janë institucione shtetërore, përfaqësi diplomatike, organizatave qeveritare, media ndërkombëtare dhe media vendore, me gjithsej 283 vëzhgues. Kjo është grupi i parë i akreditimit të organizatave vëzhguese dhe vëzhguesve të tyre. Unë kom pranu një komunikim prej Institutit Kosovar për drejtësi, pra dhe jena informu që me gjasë është bojë dhe ankesë. A mundi me na informu pak ma shumë se çka ka ndodhur proceduralisht dhe pse është refuzuar duke ditë që kjo organizatë është akredituar prej KQZ-s në të gjitha proceset tjera për të vëzhguar procesin e zgjedhjeve, dhe pse kjo ka ndodhur tash pikërisht për këto zgjedhje. Po, kemi shqyrtuar me kujdes kërkesën për aplikim. Nuk është e vërtetë që ka aplikuar në të gjitha zgjedhjet. Procesi i fundit zgjedhor, kur ato kanë marrë pjesë si organizatë vëzhguese, ka qenë zgjedhjet 14 shkurtë të vitit 2021. Në statutin e kësaj organizate cekër fushat e veprimit, po asnjëra nga fushat e veprimit nuk ka të bëjë me zgjedhjet dhe të drejtat e njerëzit, siç përcaktohet në ligjin për zgjedhjet dhe në rregulloren zgjedhore. Në anën tjetër, ajo që kemi pa te kjo organizat është që organizata në fjalë ka publikime të tëra lidhur me drejtësinë në zgjedhje, edhe lidhur me këtë zyra është duke trajtuar seriozisht aplikimin e saj, sepse ne i shohim publikimet në raport me zgjedhjet, edhe fusha ku ata mirën me zgjedhje është drejtësia në zgjedhje. Edhe kjo na ka bo edhe me shqyrtu kërkesën e aplikimit të kësaj organizate, jemi në shqyrtim e sipër, besoj që në mbledhjen e radhës zyra do të vijë me një rekomandim. Po në kuadër të statutit, do me thonë zyra e ka vlerësuar drejt aplikimin e kësaj organizate jo qeveritare. Faleminderit. Faleminderit, do thotë nuk janë refuzuar veç sa për nuk janë të refuzuar, po jo është trajtim. Është trajtim, ende s'ka rekomandim për këtë.